Një sukses i jashtëzakonshëm për Edona Llalloshin, këngëtarja e njohur shqiptare e dashur prej vitesh nga publiku për vokalin e saj të veçantë dhe interpretimet e ndjera, tani ka shkruar një kapitull të ri në jetën e saj, atë të politikës. Me një mbështetje të madhe nga qytetarët, ajo është zgjedhur si deputete e Kuvendit të Kosovës, duke hyrë në politikë me një rezultat mbreslënës. Për herë të parë pas këtij suksesi, Edona ka reaguar përmes një postimi emocionues në Insta Story, duke shprehur mirënjohjen e saj të thellë për votuesit. Ajo ka ndarë një fotografi nga fushata zgjedhore, ku shihet me mikrofon në dorë, një imazh që simbolizon kalimin e saj të suksesshëm nga skena muzikore në atë politike. Bashkëngjitur fotos, ajo ka publikuar edhe numrin e votave që ka marrë, plot 44.707 vota. Një rezultat që e konfirmon atë si një nga deputetet më të votuara dhe një zë të fuqishëm në parlament. Në mesazhin e saj të parë si deputete, Llallosha është shprehur thellësisht mirënjohëse ndaj qytetarëve, që i besojnë vizionit të saj dhe lëvizjes vetëvendosje për një Kosovë më të mirë. Faleminderit nga zemra, të dashur qytetarë dhe votues. Më lejoni që me dashuri dhe për ulje të shpreh falënderimin tim për mbështetjen tuaj dhe që keni besuar në vizionin dhe angazhimin tim për të sjellë ndryshime pozitive për gruan, artin, kulturën, ka shkruar ajo me emocione të forta. Për Edona Llalloshin ky moment shënon jo vetëm një fitore personale, por edhe një mundësi për të përfaqësuar me dinjitet qytetarët dhe për të kontribuar në zhvillimin e vendit. Ajo siguron se do të jetë po ajo artiste e përkushtuar që ka ruajtur me krenari kulturën dhe traditën shqiptare, por tani në një rol të ri, me përgjegjësi më të madhe. Reagimi i saj i ngrohtë ka ngjallur entuziazëm në rrjetet sociale, ku fansat dhe mbështetësit kanë shpërndarë urime dhe komente për zgjedhjen e saj në Kuvend. Shumë prej tyre e shohin këtë si një dëshmi të fuqisë së saj për të frymëzuar dhe për të ndikuar në shoqëri, jo vetëm përmes artit, por tashmë edhe në politikë. Me këtë sukses, Edona Llallosha ka treguar edhe një herë se ëndrat mund të bëhen realitet kur pas tyre qëndron pasioni, puna dhe mbështetja e madhe nga populli. Ky është vetëm fillimi i një rruge të re për të, një rrugë ndriçuar nga besimi i qytetarëve dhe dëshira e saj për të bërë një ndryshim pozitiv në Kosovë.